thënie shumë e vlerë nga Ismail Kadare. Citojmë. Ka gjithmonë kohë që njerëzit të bëjnë diçka për popullin e tyre. Të falësh nuk do të thotë të harrosh. Silu aq mirë me ata që të lëndojnë, sa t'ju dhjetur nga vetja e tyre. Ata që shohin qartë dhe larg, në të ardhmen, janë të padëshirueshëm për çdo pushtet tiranik. Armiku mbetet armik edhe i vdekur qoftë. Sa i hodh është kufiri mes urrejtjes dhe dashurisë. Në ankthin e dhimbjes klithë, të urrej, sepse nuk mund të dashuroj askën tjetër. Fjala është si bleta, që ka edhe mjaltin edhe thumbin. Kultura antike është pasaporta autentike e kulturës kombëtare. Dëgjo, është shumë vështirë të diskutosh në mbretërinë e idiotëve.